Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tema radhës nga këto ligjëratat e vazhdueshme, udhëzimet e sureve të Kuranit është, thot autori, Allahu e ruajt, ngulitet besimi përmes meditimit në krijimin dhe universin e Allahut dhe se kjo gjë mbjell respekt dhe madhurim ndaj Allahut. Dashur vëllezër, kemi treguar në fillim që surja Al-An'am i ka disa specifika, disa veçori interesante. Një prej veçorive të surës Al-An'am është se ka zbrit për një herë krejt surja dhe trajton temën më të rëndësishme të fesë, të ekzistencës së njeriut, të lidhjes së tij me Allahun, të lidhjes së tij me këtë botë që është njëshmëria e duhur ndaj Zotit, tauhidi. Tauhidi, domthonjë besimi i duhur në Allahun, besimi në ditën e ringjalljes dhe besimi në profetët. Kjo sure trajton gjitha temat që janë të rëndësishme të besimit, për arsye se ka zbrit në Mekë dhe ju ka drejtuar banorëve të Mekës me çështjen më të rëndësishme që është besimi në Zotin ashtu siç duhet. Dhe Allahu për me tregu njëshmërinë e tij, për me tregu se ai është me meritori për adhurim, me meritori për ta veçuar atë me bindje ndaj tij, me përërsi, me nënshtrim ndaj tij, Zoti sjell argumente ndryshme. Zoti i thret banorët e Mekës dhe gjithë tjerë që kanë probleme me besimin, që t'i përgjigjen atij për arsye se ai ka krijuar ata, ai ka furnizuar, ai ju ka dhënë e kështu me radhë. Dhe gjitha këto ajete që flasin, që Zoti bën thirrje në këtë formë, gjitha e kanë për qëllim që me tërheq vëmendjen dhe përmes këtyre formave të madhështisë që Zoti i ka bërë në krijimtari, në ekzistencë, që ne i shohim, i dëgjojmë apo i përjetojmë, përmes tyre me gjetë edhe lidhjen e vërtetë mes neve dhe Zotit. Pra, tauhidi që quhet tauhid rububie, tauhidi i njësimit ose njësimi i Allahut në krijim, që ai ka krijuar çdo gjë, normalisht domosdoshmërisht duhet me të çuë në njësimin e Allahut me adhurim. Banorët e Mekës përgjithësi kanë besuar në ekzistencën e Zotit. Përgjithësi nuk ka pas mesin e tyre ateist. Kanë besuar që Zoti është furnizues, Zoti është krijues e kështu me radhë. Mirë po e kanë pas problemin esencial të adhurimi i duhur ndaj Zotit. Aty kanë deviju, aty kanë hup. Për këtë arsye edhe i kanë marrë idhujt dhe putat ndërmjetësues mes tyre dhe Zotit. Për këtë arsye ata kanë bërë forma të ndryshme, ka ekzistuar dhe janë përhap mesin e tyre forma të ndryshme të besnitnive, të cilat i kanë në realitet kanë menduar se janë të i afruar te Zoti, në realitet i kanë larguar prej Zotit. Dhe kështu ka hup ajo lidhja e drejt për drejt, e fortë me Allahun. Edhe këto ajete që do t'i flasim tash, domthon tema është ngulitet besimi përmes meditimit në krijimin e Allahut, krijimin atë që ka Zoti, çdo gjë në tokë dhe në krijesat e tij, dhe universin, dhe atë që ka kriju lart, dhe atë që e shohim na që është i largët për neve, por që ne e shohim dhe e vrejmë që është diçka madhështore, është diçka e pakapshme me trunin e njerit. Zoti përmes kësaj teme, çdo ajete që i sjell këtu, përmes kësaj teme dëshiron që me tërheq vëmendjen e banorëve të Mekës, që jo, nëse e mendoni, e kuptoni Zotin tamam ç'është duhet, në ç'të formë, se e ka këtë fuqi, e ka këtë dituri gjithë përfshirëse, e ka këtë mundësi që me kriju në këtë formë, atëherë ky Zot e meritoni vetmi me qenë adhuruesi juaj, jo diçka tjetër. Dhe kjo është edhe mënyrë e mirë që edhe na me përdor me njerëz cilët nuk e kanë çështjen e fesë afër zemrës, ose nuk e vlerësojnë së duhet. Ndoshta disa njerëz më u fol për namaz, ai është i gatshëm, më u fol për fenë e Zotit, është i gatshëm me dëgju, me diskutu me ty, më munu ndoshta edhe me shtim praktik. Po ka njerëz që nuk kanë shumë ndjenjë, janë lart pikë këtyre çështjeve. Dhe kur ja tregon informata të ndryshme, argumente të ndryshme që Zoti çka ka kriju për njerëz, çka ka bëu e kështu me radhë, ndoshta edhe i ka pa më herët, por në ato momente të vonë kohë pas kohë ju largu prej kokës tina. Kështu që momenti që ti diskuton me ta, e përgatitet edhe
e tërhek vëmendjen e tij që më u lut Zotit, më u kthy Zotit, më u nështru Zotit, edhe më lidh me Allahun më shumë. Andaj kjo është metodë e mirë. Çka do që lexoni në aspektin e zbulimeve, në aspektin e domthon kozmosit, domthon zbuluesve të ndryshëm që janë shkencëtarëve ndryshëm, në këtë lëmi, kjo ju ndihmon juve që me tregu njerëzve argumentet e forta për ekzistimin e Zotit, dhe se Allahu është ai që ka kriju këtë gjëra dhe ai meriton falënderim, lavdrim, nështrim për shkak të mirave që na ka dhënë. Pa ta përmend më herët tregimin e njohur të dietarit të Indis, Inayetullah al-Mashriqi, me një shkencëtar të njohur po ashtu të Britanisë, James Jeans, që ka qenë faktikisht profesor i kozmosit, edhe filozof edhe profesor i kozmosit në Universitetin Cambridge, për universitetet më të njohura që faktikisht ekzistojnë në ditën e sotit. Dhe ky personi, ky dietari, ky muslimani, e shef një ditë, në ditë të roshi, e shef këtë profesorin e njohur ditën e diel të shku në kish, me Injil me veti, me Bibël, çadrën, faktikisht e kish pas në mshelt në atë momente, kish harru me qel çadrën, dhe të shku në kish. Kur e sheh ky, ja bën një pyetje pak, i thot a ka mundësi më nal, thot dy pyetje me ti po, se ky nxon si tina. Thot urdhno, thot e para thot ashtu roshi, thot çile çadrën. Pak edhe për me përgatit terrenin. Edhe ai çesh, nis me çesh, thot çka është e dyta, thot e dyta është çysh një njeri si kur ti, profesor në Cambridge, i njohur botërisht, me shku në kish. E thot për këtë dytën thot duhet më taku. Më ul thot edhe më taku. Kështu që hajde thot sonte në çajt e une, thot ta kallëzoj që dytën. Tregimi është i gjatë, kjo e kallëzoj me një libër, Imani i sfidon njerëzit, kështu e ka titullin. Dhe e tregon faktikisht një autor tjetër, Wahidullah Khan, këtë libër për këtë dietar që ka qenë i njohur dietar i matematikës, matematicant i njohur, saqë ka hyrë në librin e Genisit personi më i ri që ka kryer magjistraturën në matematikë, që i ka pas 19 vjet, vetëm 19 vjet. Kur shkojnë pastaj kur shkon te ky dietari anglez, kur ja nisaj me kallëzu, çka ka studiu, çka ka pa për krijimit të Allahut në kozmos, detajisht këtina, thot domthon çfarë gjendje, me çfarë emocione ka kallëzu, thot, saqë me këtë trupin e kallëzoi edhe shpjegoi që edhe syt nuk i nalshin të rrjedh lot. Thot unë sa herë që e shoh këtë madhështi, që i lexoj këto informacione, thot mendoj thot a nuk e meriton që ky Zot adhurimin a? Dhe thot për këtë arsye kam shkuar në kish. Se fatikisht ai çat feje ka ditë, s'ka ditë fe tjetër. Tani ky dietari musliman kur e dëgjon kështu të kallëzu sa bukur me emocione e kështu, thot Allah thot që ta ka përmend Kur'an. Thot Allahu ka thënë Kur'an inna ma yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Mos shumti dhe vetëm ata që për një me ja kanë frikën Allahut janë dietarët. Thot për një me thot që kjo gjinë në librin e juve. Kjo thot po thot për një me që kjo gjinë thot në Kur'an. Thot po thot që rezultatat unë e ku marrit mas 50 vjetë. Thot unë që rezultatat e ku marrit mas 50 vjetë, e ku po që sa më shumë që dim edhe thellohesh tamam që do çash më shumë ja ki frikën Allahut. Thot edhe unë e ku po këta me punën te me zbulimet e mia që i ku bë domthon në jetën time profesionale. Pra, dashur vllazni, sa më shumë që lexojmë për kozmos, për gjëra ndryshme, dhe e lidhmi këtë tamam që çdo me besimin në Allahun, kjo është një prej metoda për m'ju tregu njerëzve se Zoti jon e meriton adhurimin, ai meriton nështrimin e jo dikush tjetër. Dhe kjo është metoda më e rëndësishme për me e promovu tauhidin uluhiyya, tauhidin e adhurimit. Me u lidhë Allahu me adhurim, me dua, me lutje, me zemra, me namaze, me çdo gjë që na e bëjmë vetëm për Allahun dhe jo për dikant tjetër. Allahun këto ajete që e trajton këtë temë janë 5 ajete. Thot Allahu Azza wa Jall, s'ka dyshim Allahu është zbërthyes i farës, i kokrës faktikisht dhe i bërthamës. Inna Allaha faliqul habbi wan nawa. Pastaj thot ai
e nxjerr të gjallin nga i vdekuri dhe ai është nxjerrës i të vdekurit nga i gjalli. Ky është Allahu, e si atëherë shmangeni nga besimi. Ai është krijuesi dritës së mëngjesit, natën e bëri kohë pushimi, e diellin dhe hënën për llogaritjet të kohës. Ky është caktimi i të plotfuqishmit, i të gjithdijshmit. Ai është që krijoi yjet për ju që me ta të orientoheni në errësira kur jeni në tokë ose në det. Vërtet ne i shpjeguam argumentet tona për një popull që di të mendoj. Ai është që ju krijoi për një njeriu. Aty jetoni, mbi tokë, dhe nën të do të pushoni. Ne i asqaruam argumentet një populli që di të kuptoj. Ai është që lëshon nga lart shiun e me të nxjerr bimën e çdo sendi, dhe prej bimës nxjerrim gjelbrim dhe prej këtij gjelbrimi kokrat të dendura në kallinje. E nga hurmet, nga sythet e tyre kalavesh të afërt për të vjel, edhe kopshte me hardhi, ullinje e shege të ngjashme në dukje e të lloj-llojshme në shije. Shikoni pa frutet e tyre kur i furbojnë dhe kur piqen. Edhe në këto ka fakte për njerëzit që besojnë. Praktikisht 6 ajete ose 5. Po 5 ajete. Secila për këtyre ajeteve mundon me nuk kadal, me lexu disa herë. Me lexu me meditim. Me qetësi, është hapje e një dritarës të re të lidhjes tonë me Zotin. Allahu thot inna Allaha faliqul habbi wan nawa. Ktu ka thonë, s'ka dyshim Allahu është zbërthyes i farës. Faktikisht, zbërthyes, më thonë pak një fjali ma e gjohën. Ajo çka është drejt për drejt që kuptohet për këtij ajeti është se Allahu e çon farën edhe e çon bërthamën. E çon. Kur tina e në tokë, ajo qohat. Çfarë materie, çka ka mrena që ajo mu qohat? Kjo për neve është normale se na e kena mësu, e kena lexu. Po nuk është normale, më ndalën me nduë çysh vjen ky proces, çysh vjen ky zhvillim. Po këtë arsye, për shembull, edhe bima dhe bërthama, edhe fara edhe bërthama. Fara është për perimet, kurse bërthama është për pemt. Thonë dietarët prej mrekullisë është, dhe tash normalisht sa më shumë biologët e këto studiues të ndryshëm të fushave ndryshme që zbulojnë e shohin çish funksionon, çaq më shumë do të mirështu bindjen në Allahun. Po ajo çka është e njohur te njerëzit është se fara kur t'jen tokë i ka 2 qarje dashur vllazni. Një qarje anën e epërme për me shku përpjet. Edhe një qarje anën e poshtme për me shku te poshtë. Kësaj na i thonë gjethet, dega, që fillon filizi, ajo është rënja. Për çka nuk dolën rënjit nalt e filizi poshtë? Për çka? Pse duhet me dal filizi nalt? Edhe me fillu më rrit. Kurse na kur e lëshojmë bimën, kokrën, na e lëshojmë nuk e këshyrmi ka cila unë, se na nuk e dim cila unë është. Na nuk e dim, domthonë faktikisht ka duhet me lëshu. E lëshojmë çysh do. Ajo çka është për tokë e ngri tokat e poshtë. Ajo çka është për nalt e ngri ajri përpjet. Kush e boni këtë lidhje? Pikar që lidhje. A veç thjesht ashtu hajt, veç ka orë çështu? Pastaj me kopshit që të rojën e vogël që është pemve ose perimeve, me kop me dorë e ban çështu e troshon edhe e ban ujë, duket ujë, s'ka kur xhamta. A mo çata Zoti e ka përgatitur çat formë që ajo lëviz në për tokë edhe e çon tokën. Shkëroj e butë. Që çon tokën? Edhe jo deni, nuk bim veç me një vend ku është toka e butë edhe kështu. Jo, ti e çet çfarë do tokë dhe mos me ro shijen, ashtu ja forcohet shumë, megjithatë rrojt e gjojnë vendin. Sipas shkencëtarëve kjo e paska rroja e paska një substancë të vetën, një materie të vetën, që kur të fillojnë me dorë e lëshon, që atë materie edhe zbut vendin ka do që shkon. Po që kjo materie për ka erdhë vllazni. Pse e ka, çish e ka që tha?
Në rregull e paska, shumë mirë, e pas në zbuluni diçka që më kone edhe vërtet. Po që kjo materie që shu kriju, që shu formuta ajo. Për këtë arsye që kjo materie që gjendet mrena në bim, kjo farë ona e shumëzimit saj, ona e lindjes saj, kjo është materie interesante. Kjo do më thonë qëndron në mesin e kokrës edhe në mesin e bërthamës, Allahu e din sa vjet. Dhe momentin që vjen në tokën e përshtatshme që Zoti e ka bërë që aty me fillu, dhe në momentin që i bën 2 komponente, 3 komponente, 4, që përmes asaj na fillon me bi, aja fillon me bi. Sa që kallëzohet subhanallahu, kum lexuar në një libër që edhe në piramidat e faraonëve ku janë atë kanë gjetë gruan, domthonë Allahu alem sa mia vjet atë, kanë gjetë gruan dhe kur e kanë qit tokë mastikove ka bi. Domthonë Zoti e ka bërë materien e jetës mrena aty me një formë që vesh një Zot e din qysh. E thuhet po ashtu këta kanë lexuar, nuk e di a kanë vërtetuar shkencarisht ajo. Thuhet që bëbreci kur i merr kokrat e grunit për shembull, e don gjyst për mia heq çat materien që mos me dal pipi. Mos me fillu filizi. Se nëse fillon së në ham, pastaj ja merr ajo krejt edhe shkon. E thuhet që e don gjyst, kur e merr e don gjyst. Kurse Elbi për shembull i kish 2 ant e kishit materien e jetës. Çta çka? I del bima. Po këtë arsye bubreci Elbi mbedojken 4 pjesë. Po nuk i bën 2 pjesë, po i bën 4 pjesë. Në që mos me mujt që kjo me u zhvillu tamam me hup ajo. Këta kanë plexuar me nuk e di shkencëtarisht a është vërtetu. Apo është diçka që ka mundësi me qenë afër logjikës. Andaj doshë vllazni, bima që del, Allahu që e çon bimën. Edhe kokrën që e çon, edhe bërthamën që e çon 2 pjesë, në një pjesë lart, edhe tjetra pjesë poshtë. Dhe kështu zhvillohet pastaj rritet. Pastaj Allahu thot: "Yukhrijul hayya min al-mayyit wa mukhrijul mayyit min al-hayy. Dhalikumullah, fa anna tufakun." Nxjerr të vdekurin nga i gjalli. Dhe nxjerr të gjallin nga i vdekuri. Kjo kokra është e vdekt në sytë tonë. Kjo e ka një materie aty dikon, po ç'e ka, ku e ka? Na smuj me gjithë. Nuk e vrejmë, na edhe me kap me thy, edhe ku me diçka me bën nuk vrehet kërgja. Kjo është e vdekt. Piksajna bin bima dhe gjallët. Edhe rritet. Bima është e gjallë, piksajna vjen që kjo kokra që është e vdekt. Ose njeriu e ka ujin i cili është i vdekt normalisht. Ai e ka një materie po ashtu që na nuk e vrejmë. Tash na që e kanë zbuluar me mikroskopa, më herët kush e ka po? Dhe peq aty vdekmit vjen njeri i gjallë. Dhe pe njerit gjallë vjen kjo pjesa e vdekt. Allahu do me pru që si shembuj që me tregu se diçka çka njerëzit nuk kanë mundësi me kap me logjik, ajo mund për Zotin me qenë normale. Për shembull mi thon diku na pe jo besimtarëve, pe diku na thoshë pe gjallë vjen i gjallë thot në rregull. Është normale, sa është proces, kemë bëu që ta vjen çka. Po prej gjallë vjen i vdekur, edhe pe vdekur vjen i gjallë, kjo është ose veja me pulën për shembull. Pula është e gjallë, bën e çet vejën e vdekt. Veja është e vdekë e çet zogin e gjallë. Këto doshë vllazni, këto po tham, në jetën e përditshme për ne janë këtë normale. Amo derisa mrrin të një procesi të një rezultat e tillë është një proces i gatë. Është një proces i gjatë që për shembull dietarë, shkencëtarë e biologjisë edhe nëse është puna edhe kozmos e këto kallëzojnë shumë procedura derisa të vinë deri te çka. Çka kokën njëjtë e lëshon në kohën e duhur me diellin, me shiun, me këto fillon me dal. Nuk e lëshon kohën e duhur çaja tokë është, çaj vën është, nuk dal. U kry, ka hu procedurë, ka hu procesi, ka hupun kjo lidhja që thash. Andaj doshë vllazni, Allahu i ka bo formën e krijimit edhe i kalonën shkaqet, arsyet që nëse mblidhen, ndodh. Nëse s'mblidhen, s'ndodh. Kush i ka bo këtë? Zoti i ka bo. Ti mundesh me pa me sy me thonë shumë mirë, toka ku ka e mirë, diell ka, po më veç u kanë ndeshë mbjellën pranverë, për shembull. Po çe për mbjellën në fund vjeshtës, në fund verës, nuk del.
ndesh tokë, ndesh diell, ndesh ujë, ndesh ka dush, ka përfundu. Ka përfundu, Zoti e ka caktu që kjo është koha e saj, s'ka tjetër kohë. Andaj kjo është mrekulli, dashur vëllezër. Allahu e përmend këtë si mrekulli të krijimit të tij. Për këtë arsye thot fa anna yufakun. Ban pyetje Zoti. Ata peshofin banorët e Mekës, peshofin bimat shpëdalin, peshofin shpëdalin pemt. Edhe nuk nalen prap, largohen prej besimit në Allah. A nuk është kjo që i çon ata me mendu, edhe mund dalë me meditu rreth këtij krijimi edhe me madhru Allahun ashtu që meriton ai. Pastaj thot Allahu, ai është krijues i dritës së mëngjesit. Prapë ka përdorur shprehjen faliqul isbah. Faliqul isbah. Sikur që tha faliqul habbi wan nawa. Faliq është që thamna me ça. Edhe për mëngjesin e ka përdorur shprehjen faliq. Me ça. Ka thonë dietar kur të vinë drita sikur që e çan terrin, i bjen kështu edhe e dan. E dan përgjithësisht. Sidomos drita e agimit rrejshëm. Nëse e ka po dikush në qiell, agimi i rrejshëm që del prapësisht gjysmë ore 40 minuta para agimit vërtet. Ai ngjitet përmes qiellit në mënyrë horizontale, edhe e vrenti komplet e ban vijën. Sikur kur e çon. Po edhe drita që vjen më vonë veç ku ta shifsh ti, terri më nuk është. Faliqul isbahi wa ja'ala al-layla sakanan wash-shamsa wal-qamara husbana. Allahu është ai që e çon edhe e bjen terrin, e bjen dritën mbas territ. E largon terrin, e çon, e hek. Vjen tash drita, sikur çahet në diçka dhe fillon tu rrit, ajo hekët, kjo mbetet. Wa ja'ala al-layla sakanan. Po ashtu për mrekullive të krijimit të tjerë se natën e ka bërë për qetësi. Zoti e ka bërë natën për qetësi. Si të vinë nata, sicili prej trupit, prej njerëzve, prej kafshëve, prej krejt, fillojnë me ndjetë qetësinë. Zoti e ka bërë kështu. Zoti e ka bërë kështu. Njerëz normal, ku me ditë sa më konën ditën në gjomë, ku me ditë sa më konë ditën të izolum, nuk mund me thonë ta si të vinë nata tashun ka ardhur një vullnet edhe po du me dale me punue. Ja, ka kalu koha. Ka kalu koha. Zoti e ka bërë kështu. وجعل الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. Allah ka ne kena bërë ditën, natën mbështjellës për qetësi dhe kena bërë ditën për gjallëri. Zoti ka kriju kështu. Kjo është ligji i Zotit në kozmos, në krijimin e tij. Këta s'mundesh me ndru. Këta mundesh me ndru me menje, po s'mundesh me ndru në realitet. Domethënë ti ku me ditë sa me kallëzu që s'ka probleme, në rregull është, muj me bëhe, momenti që njeri ballafaqohet e shef që në funksionon. Pse se Zoti ka krijuar në çet formë krijimin e tij që me qenën në çet formë çdo çush është. Ti s'mundesh me ndru këta. وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. Diellin dhe hënën i ka bërë të ecin në mënyrë të përsosur dhe me rregull specifik, që nuk guxon me lut hiç. Ky është një kuptim i ajetit. Pse? Për arsye se ato e kallëzojnë ditën, ato e kallëzojnë natën, ato e dielli e mban me nxehtën e tij e mban tokën, gjallërinë e tokës e njerëzve e kështu me radhë. Edhe kjo dashur vllazni nuk është e thjeshtë. Allahu në shumë vende në Kur'an e përmend krijimin e qiellit dhe tokës, krijimin e trupave qiellor, diellit, hanës. Këto nuk janë çështje të thjeshta. Këto nuk janë çështje të lehta. Plus të nuk iken asnjëherë prej mënyrës dhe vendit që ja ka caktuar Zoti. Këto janë në kufirrin vazhdimisht. Çish i ka përkufizuar Zoti. Asnjëherë nuk dalin. Asnjëherë nuk lëvizin jashtë kufive të tyre. Allahu kur i përmend qiejt, trupat qiellor thot kullun fi falaki yasbahun. Secili prej tyre në vendin e tyre, çka ka thonë? Çfarë bojnë? Ha? Notojnë, ka thonë Allahu. Por si i ngjan notimit. Sikur kur shkon kështu, me ujin bashk. Nuk është ato, domthonjë kur edhe këta kur e shpjegojnë, dhe shkencëtarët kur e shpjegojnë është lëvizje sikur uji i lirë kur shkon.
Sikur uji që është në të litë, çashtu notojnë këta. Në orbit, në kozmos, çashtu notojnë. E Allah I ka bu këtë trupa qiellit, diellin dhe hënën dhe hecin çuçi ka kriju Zoti. S'ndryshojnë. Se me ndryshu prishet jeta e njerëzve në tokë, dhe Allah nuk I ka kriju për këtë qëllim. I ka kriju që me mbajt jetën e njerëzve në tokë. Dhe I ka kriju që përmes të në dyjave mu ditën kalendari, mu ditë llogaria. Sot është ditë, nesra, mas nesra, një javë, një muj, një vjet, 100 vjet, e kështu me radhë. Mos me qenë ditë edhe natët precizume qështu. Së mos me ditë kur sot ditë kanë shku dhe sot net kanë shku. Ose me ndryshu. Të mund Zoti I ka do që me qenë dielli dhe hëna ato që e përcaktojnë ditën edhe natën, edhe njerëz kanë çare pa I përcaktuar çashtu. Se s'ka opsion tjetër. S'mos me thonë, hey, a di që pinjemi me ditë, po pinjemi ka një ditë e gjys. Ka një natë e gjys, s'mundesh me një vëlla, e ka caktuar Zoti, perëndon dielli u kry, ka përfunduar dita. Thëj ka dushte, ka përfunduar kjo temë. Andaj kjo është madhështi dashur vëllazë. Kjo nuk është çështje e thjeshtë, nuk është çështje e lehtë. Kjo krijem madhështor që njeri me mendjen e vet nuk mund me ka. Dhalika taqdirul azizil alim, Allah thot. Kjo është përcaktimi I të plot fuqishmit të gjithdijshmit. Çdo Zoti ka caktuar. Pse? Qysh ka mujt sa është I plot fuqishëm? Për një me është diçka madhështore, për një me është diçka marramendse. Amo për Zotin nuk ka sa është I plot fuqishëm. Por një me është diçka shumë e çuditshme, shumë interesante, shumë një zbulim I çuditshëm, shumë një mrekulli, ndije, po sa është I gjithdijshëm. E din çdo sen, e ka bëu çdo sen me dijen e tij absolute, që nuk I mungon asgjë. E kjo nuk ka krahasim me krijesat që janë krijesa dhe asgjë tjetër. Pastaj thot Allahu, prap I përkujton banorët e Mekës edhe gjithë të tjerët. Ai është që krijoi yjet për ju që me ta të orientohen në errësira ku jeni në tokë ose në det. Vërtet ne I shpjeguam argumentet tona për një popull që ditë të mendoj. Pasi që përmend diellin dhe hënën që janë më të mëdha, tani kaloj edhe përmend yjet. Subhanallah, shkencëtarët thonë, yjet janë 300 milion vjet me shpejtësi dritës larg tokës. Dhe me kallëzu me fjalët tona, s'ka shpjegim. Sa larg janë. Nuk ka shpjegim. Pse se sipas shkencëtarëve kjo shpejtësia e dritës, kum harru tash 4 minuta, 8 minuta, 8 minuta e sill krejt tokën komplet për veç një herë. Veç me një herë. Tash a mundi me marrë me mend 300 milion me shpejtësi dritës çka mund me pas, çfarë mallësie mund me pas. Elmenja njëri në atë moment. S'ka shans me mri. 300 milion sipas shkencëtarëve. Po dhe mos më kon 300 milion. Veç madhështia e kozmosit kur I shef ti yjet në tana ont, është diçka e çuditshme, është e mahnitshme. Këtë arsye Allahu na thirr shpesh me ditu rreth yjeve, rreth qiejve, rreth qiellit. Është diçka. Këtë arsye Katade rahimahullah, një prej dietarëve tabiinëve ka thonë Allahu I ka kriju yjet për 3 gjëra. E para zbukurim për qiellin. Se qielli pa yje e keni pa kur dilni në natën me shi. Kur s'ka yje që çdo kot qielli I zymt. I frikshëm. Me yjet kënaqsh veç ka e sheh. Zbukurim, Allah I ka përmend këta në Kur'an çta. E ka përmend që yjet I kena bërë zbukurim për qiellin. Edhe I ka bërë Zoti yje edhe gjuajtës të shejtanëve. Rujumën li shayatin nga Allahu në Kur'an. A ke po që thojmë na meteori. Meteori që ndodh. Është madhështia Allahut po ashtu edhe I gjuan shejtant për mos mi vjedh lajmet që Zoti I jep me lajkeve të tij në qiell, sepse Allahu mund mi ndal, po I ka bën këtë formë kështu. Dhe e treta është për me u udhëzu edhe me u drejtu në rrugë të gjata, qoftë në tokë, qoftë në det. Kjo është e treta që e ka përmend Allahu në këtë ajet. Allahu ja ka dhënë banorëve të Mekës, banorët e Mekës dashur vllazni, me yje e kanë ditë që shmë drejtu ka Shami, e shmë drejtu ka Jemeni, edhe nëse kanë mbet me ditë shkretinës, edhe s'kan ditë kam jamojt. Pse shkretina, nuk e di kush sa keni pas përvojë. Shkretina me bo vakia, shkretin. Me të hup fërkemat, ka ke hecën, edhe ja mund me ndodhë shumë letë, për arsye se një frymë e vogël të hupin
shehet ka ke hecën, nuk ki mundësi mu me ditë ka me shku. Se në 4 orë e ki njëjtë. Kur gjas ka dallim. Unë për vetë e kom provu. Edhe kom hi shumë pak shketin, kom hi dikun 2-3 kilometra, që nashti me pas hez një gjysore, 1 orë, nashti kisha po shpijat. Po nuk disha as kamunisën. Së mërë ke menja kur kamunisë e këtë njëjtë. Ka shifshë njëjtë, kur gjatë dallim nuk vreshe. E tash paramendoni banorët e atëhershëm edhe në det kur jun kon, edhe në shkretin kur jun kon, përmes yjeve e kanë ditë që pjesa është Mekja. Pse se filan ylli del çdo herë në çet pjesë kur është afër, domthon ka ana e Mekës. Kjo edhe të shkencëtarët evropianë, edhe ku duhet që përmend yjet me emra cili ka dal ka pjesa e lindjes, cili ka dal ka pjesa e perëndimit, ka pjesa e jugut që me ditë me u orientu. E Allahu po tregon banorët Mekës një të mirë që ata e kanë përjetuar me veten e vet çdo ditë. Ata kanë jetuar me këta. Faktikisht janë orientuar me yje dhe Zoti i thotë, me çdo shkajnë të e përdor ju, unë i vonon çdo yje në qiell. Ju po jetni në rrugë, po dini kam jam të thonë çiku është filan ylli, po kthehemi se çtu ujta rruga. E as po mendoni kush e kalon çat yllin në qiella? Të përdorni edhe s'po mendoni kush e kalon? Pastaj Allahu thotë ai është që krijoi wa huwa alladhi ansha'akum min nafsin wahida. Ai është që ju krijoi për një njeriu. Aty do të mbi tokë jetoni dhe nëntë do të pushoni. Ne i asharuam argumentin një populli që ditë të kuptoj. Për një njeriu ka përshëndim prej Ademit alayhis salam. Prej aty Allahu ata e ka kriju dhe prej aty ka filluar njerëzimi. Edhe kjo është madhështi. Edhe kjo është madhështore. Prej një njeri ka filluar gjithë ky njerëzim tokë. Dhe Allahu te ai njeriu e ka bën vetveten e tij materien e jetës. Ujin që përmes tij shëmohet njerëzimi. Zoti e ka bën te njeri. Dhe prej atij pastaj janë shumë. Por këtë arsye Allahu çka thot? Fa mustaqarrun wa mustawda. Janë dy lloje. Ajo që është e qëndrueshme, çka është e qëndrueshme, dhe ajo çka është faktikisht si lloj mbajtje, si lloj mbajtëse. Kështu, prafërsisht kuptohet ajeti se te çka ajet ka shumë diskutim me zjetarëve. Çka është mustaqar edhe çka është mustawda. Disa ka thonë mustaqar është atë që tregova atë materien e jetës që e mban njeriu në shpinë. Burri. Pse sa aty qëndron ajo derisa të vinë koha me zbrit. Kurse mustawda është ai farë, me thonë ai farë magazini ose ai farë veni ku e mban foshnjën gruaja për barkin. Veni ku rrit kurrin foshnja. Disa kanë thonë të kundërta. E kundërta. Për arsye se nuk është e precizuar, shumë. Kurse këta kanë përkthyr këtu një pikë kuptimeve, kanë thonë që faktikisht mustaqar e kanë bë jetën këtë dynjë, kurse mustawda e kanë bë jetën pas vdekjes. Mirë po, disa pediatrave kanë thonë që mustaqar dhe mustawda është krejt mënyra e jetës njerit. Një pjesë e ka mustaqar, i qëndron, pushon, domethënë është rahat, një pjesë tjetër e ka që faktikisht mund ka me lëviz dhe ka me shku prej aty. Andaj edhe kjo është për mrekullive që Zoti ka kriju te njeriu. Qoftë këto kuptime që i thashëm, qoftë edhe kjo që e kanë thonë këta këtu, domethënë për njeriu aty domethënë mbi tokë jeton dhe nën të do të pushon. Allah e ka bërë tokën me jetu përmi ta, edhe me pushu në ta. Me pushu deri kur t'i vinë koha me dalë para Allahut edhe me dhonë llogari. Qad fassalna al-ayati liqaumi yafqahun. Ne i kemi shëruar argumentet një populli që ditë të kuptoj. Jo vetëm hajë me lexu Kur'anin ose me ditë diçka për fesë, vetëm çka të vjen. Jo. Që ndalët, mendon, kupton, lexon edhe i nxjerr pastaj dobitë ndryshme që janë për këtyre ajeteve. Pastaj Zoti ka përmend prap, ai është Allahu po që lëshon nga lart shiun e me të nxjerr bimën e çdo sendi. Dhe pe bimës nxjerrim gjelbrim dhe prej gjelbrimi kokra të dendura në kallinje. E nga hurmet, nga sythat e tyre ka lavesh të afërt për të i vjel, edhe kopshte me hardhi, ullën e shek të ngjashme në dukje, e të lloj-llojshme në shije. Në dukje dukun rrushi i verdh, do bon ngjyrën që e ka të verdh, të bardh, duket këtë njëjtë. E po kur të fillosh me hungër,
ngjyra e njëjtë, dega e njëjtë, toka e njëjtë, ky e ka një shije pak më ndryshe, ky një shije pak më ndryshe. Ky pak më i omël, ky pak më i thartë. Hurmet çashtu. Domthon kur ta kshish pamjen është e njëjtë. Kur të fillosh me hungër, ka me përmi 300 lloje. Është hurmeve. Domthon faktikisht Zoti po përmend banorët e Mekës që piçsoj tokës, priç ti dilli, priç ti ujë që pëlqojmë, prej një dege që ju përshifni, dalin lloje të ndryshme që juve ju dukun njëjta në pamje, po ndryshe janë cilësi. Ose edhe e kundërta. Ndryshe janë pamje, ndryshe janë cilësi, edhe pse janë për një veni. Për këtë arsye, Imam Shafiun rahimahullah kur e kanë pyet për madhështinë ose për ekzistencën e Zotit, ka thonë shumë e thjeshtë është. Një bim që bim për tokës, çat bim e han lopa e çet mbetërinën e vet prej sajna. Pe që saj bim e merr bleta e çet mjaltën. Materia është e njëjtë. Vetë se Zoti e ka përgatitur trupin, nëse cilës prej kësaj na më përponu një formë që se ka tjetra. Kurse materia, domthon ushqimi u koni njëjtë, secila ka marrë njëjtën ushqim, rezultati i ndryshëm. Kjo është çuditshme. Se normalisht kur është një diçka e njëjtë, duhet të dalë rezultati në fund e njëjtë. Jo, domthon ushqimi i njëjtë, rezultati i ndryshëm. Pastaj thot Allahu, e të llojshme në shije shikoni pra frutet e tyre kur i formojnë dhe kur piqen. Edhe kjo është për madhështisë së Zotit. Fillon e vogël, fillon më gjelbru, pe këtij gjelbrimi fillojnë me dalën, domthon dek, pe këtyn e dek fillon me dal kallint ose me dal frutat. Dhe ti i shef të vogla dhe këshire çfarë ndryshimi prej kur ka fillu deri kur jo pjek. Ndryshim i madh. Po edhe aty vetëm te pjesa kur fillon me dal, edhe kur pjekot është ndryshim i madh. Që tash ka procese të shumta që kanë hi aty, janë bë pjesë e ligjit të Zotit për me ardhur deri te pjekja. Pastaj Allah thot edhe në këto ka fakte për njerëzit që besojnë. Kjo e fundit shumë e bukur. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yu'minun. Këto ka fakte për njerëzit që besojnë. Pse? Për arsye se shumë për njerëzve i shohin këto argumente. Po nuk i shohin me synin e zemrës. I shohin vetëm me synin e ballit. Ose i lexojnë vetëm me mendjen e kokës, nuk i mendojnë me mendjen e zemrës. Ju duket interesant, ju duket bukur, e madhnishme, e çuditshme, mahnitshme, madhështore, këtë në rregull. Sa e ke lexuar me zemër. Sa e ndonë me meditu edhe me mendu çysh ka mujt me ardh kjo. Çysh është gjithë ky proces kështu. Çysh ka mundësi me ardh kaq e komplikuar me një gjë dhe me dalë këtë formë. Qysh pe anave që ka mundësi me qenë kundërta njëna me tjetrën, Zoti i nxjerr çështo dhe i sjell jetën edhe i sjell njerëzimin edhe jetesën tokë. Andaj kjo çështje është komplet ndryshe, pra besimi e bën atë dallimin. Tash vllazni përmes këtyre ajeteve shkurtimisht se faktikisht u zgat pak dersi, disa dobi jashtë tyre që e përmendëm. Allahu përmes këtyre ajeteve ju tregon banorëve të Mekës, edhe jashtë banorëve të Mekës, edhe kushdo që është në gjendjen e tyre, edhe jashtë gjendjes së tyre, edhe më keq se ata është se Allahu përmes këtyre gjërave do me tregu se ai është që e sjell edhe ringjalljen ditën kur dolni para tij. Sikur që shpeshefni këto bij me këto pemë që po mendoni që kanë vdek, s'ka ku gjama petën, s'ka ku një farë dikimi, s'ka ku një farë jetën to, që kjo bima e vogël, që kjo kokra e vogël, që kjo bërthama, po qohet, po bëhet lesë i madh, po gjallërohet, po ndreqet, po bëhet që po ta merr edhe shikimin. Kështu ka me qenë ringjalljen ditën e gjykimit. Dhe Allahu ringjalljen që kallëzoi edhe në këtë sure, po edhe është prej bazave të besimit, për arsye se pa ringjallje njerëzit e humbin esencën e ekzistencës. Se bëhen tani mo pa kurrë farë motivi. Se nuk tutun që kanë me dalë para Zotit, nuk mendojnë që kanë me dhënë para tij llogari, nuk mendojnë që kanë me kthy edhe një herë dhe me jetu jetë mirë ose jetë keqe. Përfundon. Dhe banorët e Mekës për fat të keq kanë pasur problem. Shumica aty nuk kanë besuar ringjalljen. E kanë ditë Zoti që është, e kanë ditë që ekziston, por ringjalljen ju ka dok larg. Se ka më menet që mund me ndodh. E Allah ja ka pru krejt shembull që ai kanë protokolla. Çka kanë punu me to, çka kanë bë me to, me tokën, me kështu, për me kallëzu se do të ringjallni edhe një herë, do të ktheheni edhe një herë te Allahu.
Kjo e para. E dyta, dashur vëllazni, Allahu përmend shpesh wa huwa alladhi wa huwa alladhi wa huwa alladhi. Është ai, është Allahu, është Allahu, është Allahu, për me shtu madhrimin e Allahut në zemrat e njerëzve. Shumë problemeve në jetën tonë praktike është se Allahun e madhrojmë pak. Allahut ja dim hakin pak. Pak ja dim hakin Allahit. Pak ja dim hakin të mirave që Zoti na ka dhënë. Pak i dim të mirat që Zoti i ka begatu me to njerëzit. Andaj jena në gjendje me falendëru dikan për njerëzve për një punë që ta ka bënë është shumë e mirë është, e me kallëzu falendërimin tonë vazhdimisht, e shumica njerëzve harrojnë me thonë Allahut elhamdulillah. Falendërimi ta kanë Allahut. Që më ka dhënë jetën, më ka dhënë mundësinë me jetu në tokë, me ecë në tokë, pa probleme, toka po na mon. Se toka mund mos me të majtë. Edhe kjo është për çështje që ja vlen me mendue. E ujin, e ushqimin, e çdo gjë që vjen prej Zotit. Pak e falenderojnë njerëzit Allahun. Allahu i përkujton vazhdimisht wa huwa alladhi wa huwa alladhi wa huwa alladhi. Ai është që ka bukët, ai është që ka bukët, ai është që ka bukët. Ej, ku jeni? Nalno, mendoni për Allahun. Madhroni Allahun me zemra, me gjuhë, me vepra. Se sa do me madhru Zotin është pak. Allahu azza po ashtu shpesh në për ajete i përmend të mira që ja ka bën njerëzve. Që njerëzit me pa bamirësinë e Zotit. Me kuptu bamirësinë e Zotit. Nëse Allahu krejt që to i ban për njerëzit, krejt që ligjin e kozmosit e ka bo për njerëz, krejt që ligjin e tokës e ka bo për njerëz, me dal bima qështu, e më bo që kjo qështu, edhe nuk ik asgjë Allahot për këti ligji që e ka vendos. E ka vendos për të mirën tonë. A nuk e meriton Allahu falënderimin dhe lavdrimin për këto të mira? Dhe që shtash kjo a letë që Zoti e ka vendos. Këta s'mund me ndru njeri. Edhe këto mundësi që na ka dhënë për krijesave të tij, dielli, hana, dita, nata, ajo kjo, gjitha këto e meritojnë me pa këtë bamirësi të madhe që Zoti ja ka dhënë njerëzve. Dhe kota do vëllazëri dhe e fundit, meditimi rreth krijimit të Allahut. Kjo s'ka kufe dashur vëllazëri. Kjo nuk ka kufe. Sa më shumë që mediton rreth krijimit të Allahut, çaq më shumë ki me pa madhështinë e Zotit. Çaq më shumë ki me pa madhështinë që duhesh ta kesh në zemër ti për Allahun. Mirë po, në fundi i ajetit atë që e përmena, ajo e bën dallimin. Meditimi, përsiatja me besim. Me iman. Se pa e pas imanin, tamam që çdo nuk i shef këta. Dikujt na i ndodh një e mirë shumë nuk e shef të mirën e Zotit. Ose e kundërta i ndodh një e keqe nuk e shef paralajmërimin që Zoti ka mësia ka dërgu. Kurse njeri me iman krejta në çdo gjendje është vigjilant. Mënohet mi pa, mi marr mësimet, mi pa gjendje tamam reale që janë. Meditimi është shumë i bukur, është çelë si Allah e përmend në Kur'an shpesh. Ta shton besimin, ta shton imanin, është e vërtet. Veç që ky meditimi realitet është prej bindjes tonë që e forcojmë në çdo gjë që Allahu e ka sjellë për njerëzit. Andaj çdo gjë mendoni vëllazni. Ka të shefni. Çka të bani? Unë për shembull shpesh meditoj. Që për kazoj një rast që meditoj që nashti njerëzve nuk i shkon mendja. Unë meditoj shpesh mënyrën krijimin e fëmijëve që ka bërë Zoti. Vallahi është madhështi që mundon njëri me mujt me shpreh me fjalë, sa është problemi me shpreh me fjalë, s'dinsh me kallëzu. A keni pa fëmija për një sen sa të vogël gëzohet ranot. Për një sen të vogël ja nis me kajt. Për një çështje të vogël fëmia domethënë e bën një film, e ka një fotografi interesante në jetën e tij. Çka më menja mos me pas që mënyrë, mentalitetit, kokës, mendumit, mos e pas çështu sa të olt. A kish mujt morrit? S'kish mujt morrit, i kish në rrita. Allah e ka kriju fëmin qatë formë që ai domethënë është i gatshëm me e pranu atë ligjin e Zotit që ai me vazhdu jetën e tij. Për shembull, e ka një diçka i dokut shumë e rënd, fëmia, për shembull, i dokut e pakalueshme, edhe ti tutesh tu ti kallzoj se e tut diçka ose pavarësisht çka. Atina për shembull i dokut për ty është shumë e thjeshtë, është hajgare, atij i dokut që është e patë e kalueshme. Çfarë më thon ti, për shembull, nesër aty nëse nuk e bën këtë punë nesër të shku në shkollë ka me ndodh diçka ose është po them diçka në hipotezë. Edhe ai nashti këtë angazhimin e ka çatë. Këtë kokën e ka çatë, komplet, trunin e ka çatë.
Momenti që ti thu që u kry, ai mos sikur mos pas ekzistu. Ose momenti që ti thu s'ka me dënu, u kry tema, përfundoi keq. Mo komplet është në gjendje me ndru situatën, me ndru gjendjen e tij për një send vogël, për një send tjetër anën e kundërt, domthonë është çështje shumë interesante. Po me po që rritet fëmia, kush ka fëmijë din, prej kur është i vogël, prej kur fillon me fol, prej kur fillon me mendu, prej kur fillon me bë pyetje, çysh i menon senet, çysh i ka ntru, çysh i paraftyron senet, çysh ka atfar gjendjen e tij, domthonë zhvillimit, ti thu shumë interesant. Që ka bu Zoti që ka përshtat për çdo kohë. Sa më fëmia i harron senet shumë shpejt. Moment është për arsye se nuk ja vlen të fëmia me senet shumë gat kry. Për ndryshe, s'mund morrit. E jo vetëm të fëmijët, në çdo send tjetër dosh vëllazni, nanu edhe mendoni për krijimin e Allahut. Çdo send, krijesat e tij, ligjin e tij në kozmos, çdo gjë që shihni keni me pa që është madhështore. E me bo edhe me qëta bashkë, me bo edhe me lexu tani. Me po krijimin e Zotit për shkencëtarëve të ndryshëm, edhe nëse janë musliman. Keni muhabit dhe kam i ushtu bindjen Allahun me një formë të çuditshme. Allah na mëson që me meditu rreth këtyre argumenteve të forta që i ka në krijimin e tij. Dhe na mëson që ta madhrojmë Allahun, ashtu siç e meriton ai. Ti nënshtrohemi atij. Të jemi rob siç kërkon Zoti prej neve, nga se nuk ka pozitë më të madhe për njeriu se me qenë rob i Allahut. Për ndryshe, ka me qenë rob i çdo kujt tjetër përveç Zotit. Allahu alem, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammad.